një vazhdueshëm, heparin mos gaboj tani po. Mirë po kjo shëringa në abdomen, në aprish, në shregullon atë jetën tonë, jemi të reja, kërcejmë, me fjallë gjitha këto. Dhe ka dalë një ilaç, nga ato e mësova unë, që quaj Exjade. Exjade ishte shumë i kushtueshëm. Ne e morëm atë ilaç. E morëm. Shoqëria nuk mund të le një njeri pa e ndihmuar. Dhe nuk diskutohet, nuk mund të diskutoheshin mjetët, ilaçet për smundjet neoplazike. Jo, s'mund diskutoheshin. Edhe nuk do të diskutohen. Asnjë në këtë aspekt Shqipëria është shndruar në një për një pjesë është shndruar në një spital dhimbjesh. Se ata të cilët të një gjoshti pensionist ka dhënë mësim 30 vjetaj dhe tani ose detyrohet të gjej një punë diku ose të kërkojnë ndihmë se përballohet të kur. Po të gjysmën e pensionit ja merr qeraja aty. Kështu që pa diskutim që kam një frymëzim nga ai profesion. Është profesion për që duhet frymëzoj njeriu gjithmonë. Nuk e kam nga pushteti, por e kam nga është mision. Dhe tu them një gjë këtu. Ky program, sa do që duket se mund të ketë egzagjerime, është gjithçka reale. Çfarë bëjmë ne të dashur studentë? Ne parat që marrim nga qytetarët, do ja u kthejmë më së pari qytetarëve. Dhe vetëm atyre. Pensione, rroga, ilaçe, spitale, ndihmë. Pastaj do i ndajmë për sektorët e tjerë. Që e me normale. Çdo qeveri e përgjegjshme bën vetëm këtë. Pensionisti malazes mirte në 2013 138.000 lekë. Pensionisti shqiptar, mesatari. Pensionisti shqiptar mirte 143.000 lekë. Sot malazezi merr 450.000 lekë. Si merr? Pse merr? Sepse qeveria Malizi, duke ditur se çdo vit rriten çmimet, ndante çdo vit pjesën për pensionistët. Sot për të ble ato që blihej me 143.000 lekë në vitin 2013, të duhen 390.000 lekë. Ato imagjinohet çfarë, si ku e ka ta ndisën. Po në Shqipëria kjo jo, Shqipëria ka mundësi të mëdha. Këta e vjedhin. Këta kanë zhdukur në rrugë dhe në plakat e shesheve të qyteteve 12 miliardë euro, të cilat kur nuk kushtojnë më shumë se 2.3 miliardë euro, maksimumit. Nuk kanë të asnjë kufi. Edhe gjuhët ju kur u tha. 8 miliard la për pensionistët 16 milion. Po kishte qatë pa. Ne kishim që ligjin për minimum jetik. Jo, tha, ky na bjem në humner, po të bëjmë të. Po çfarë humner e bjem? Si bjem humner? Në 8 miliard. Po këti të regon spari që këta njerëz i shumë zonë me zero. Së dyti, që ke zero ide se ç'është buxheti dhe din vetëm vjedhish. Si që ka nga 8 miliard, marrë 200 milion dhe jo jap tyru. Çfarë u bë? Çfarë ndodhi? Këto marrin fund dhe kjo situatë ndryshon me shpejtësi 100 ditë të para. Në 100 ditë të para do të kemi agjendën më intensive për të transformuar, për të frenuar këtë rënje dhe për të nisur ngjitjen përpara. Pa diskutim që tarifat ju garantoj që do t'jenë
jo më shumë se 1/4 e këtyre që janë sot. 1/4. Ju keni tarifat më të larta në Europë. Po, ju them unë ju, janë 2 vende që nominalisht i kanë më të larta dhe këto 2 vende janë Anglia dhe Mbretëria e Hollandës. Këto 2 vende kanë, po rrogat, po t'i bësh me rroga, edhe ato i kanë më të ulta se ju, tarifat. Po t'ja u proporcionosh me rrogat e familjarëve. Kurse të tjerë, Austri, ti shkon studion me 300 euro, se po t'jesh austriak me 100, në Gjermani e tjerë, nuk mund t'jetë tarifa, si të ka ky. Jo, tarifat do ulen, do t'pjestohen me 4. Ta di çdo student. Dhe ato janë objekt korrupsioni. Po. Laboratoret. Janë të domosdoshme. Ne investuam, por ju siguroj që do harrohen ato investime, çfarë do të bëjmë ne, do pajisim universitetet me laboratoret më moderne, jo vetëm mjekësinë, të gjitha laboratoret. Ke shtruar një problem shumë të drejtë, kërkimi shkencor. Ka një involucion të frikshëm. Unë që flas me ju këtu, në vit të 4 dhe në vit të 5 fakulteti, se në atë kohë fakulteti ishte me 5 vite, absolutisht 2 vite rjesht, me të ndjerin profesor Bajram Preza, kam bërë eksperimente me qindra lepuj, duke provuar efektet në aterosklerozë të substancave që përdoreshin në bujqësi, substancave fosforigene që përdoreshin në bujqësi ose merkuriale. Këto studime unë i kam paraqitur në Kongresin Ndërkombëtar të Aterosklerozës në Milano, në vitin, disa vite pas u bëra mjek, në vitin 1977. E 77 i kam dërguar punimin dhe ekstraktin, e kanë pranuar, ato ishin studime të viteve të mia studentore. Dhe nuk isha vetëm unë, shumë bashkëmoshatarë të mi ishin të angazhuar, quheshin grupe shkencore të lëndë për përkatëse, neurologjisë, psikiatrisë, kardiologjisë, me radhë. Kështu që nuk është e domosdoshme angazhimi studentëve në urtari kërkimore shkencore, nuk është as pak luks, është jashtëzakonisht i rëndësishëm për ta bërë atë një gjahtar të vërtetës. Kërkimi shkencor të ndihmon shumë të qëmtosh të vërtetën dhe të ruan skepticizmin. Ti jesh skeptik, të mos pranosh çdo gjë pa kërkuar bazën të vërtetat rreth tij. Në një specializim në Francë, ulëm njërë me një mjek bashkëmoshatar me mua. Unë isha shumë mirë në EKG, se EKG-ja ishte i vetmi mjek që kishim ne dhe aty ne ishim më e prorë se kushdo tjetër. Ky studion të farmakologji. Edhe bënte imprenjimin e fibrave muskulare me kordaron, për të pa efektet e kordaron.